Problemi më i madh i kësaj opozite ka qenë që nuk e ka mbështetur qeverinë as në pikat kryesore në të cilat do të duhej, sidomos në raportet e qeverisë Kurti me Serbinë, edhe pse Kosova është sulmu direkt me direktiva e urdhrat Beogradit, me urdhrat e Serbisë. Opozita jonë këtu e ka bënë një gabim trashanik që në vend se me jep përkraje qeverisë Kurti, e ka kundërshtu dhe ka bo presion të jashtëzakonshëm ndaj qeverisë. Të dashur me që jam këtu me një djalë i cili është me synime shumë të mëdha, me strategji edhe me punë, po do me arrit aty ku i ka synimet e veta, se çfarë do të na flet, edhe për çfarë pune bëhet fjalë. Egzon Azemi ka më na fol sepse është kandidat për lëvizjen vetëvendosje për më bë deputet. A do të bëhet? Do të flasim as zgjedhjeve. Unë i kam synimet e mia që ky do të bëhet sepse më ka bë trunin sot, o zot, përshëndetje. Përshëndetje, çish kalove. Se kështu bol gjumë. Egzon, je kandidat për lëvizjen vetëvendosje për deputet. Po. Ka lindi ideja më bë kandidat për deputet? Po në lëvizje, unë jam tash 15 vjet aktivist, prej i ri jam kyç shumë herët në organizat. Në lëvizje ku mësu shumë që është jashtëzakonisht e rëndësishme çdo person mu angazhu për vendin, për komunitetin, edhe ka qenë shumë nder edhe krenari këtë herë me qenë për herë të parë pjesë e listës së deputetëve në këtë rast. Në të kalumen kom qenë në kuvendin komunal në Asamblenë e Prishtinës. Menoj që lëvizja vetëvendosje e ka dëshmuar me punën e saj se është jashtëzakonisht ndryshe prej gjitha subjekteve tjera, prandaj është tepër më rëndësi me pas shumicën në kuvend në mënyrë që projektet shumëta me u realizu në mandatin e dytë. Mandatin e arshëm ka me qenë një mandat jashtëzakonshëm për Republikën, për shkak që buxheti i shtetit, cilën vetëvendosja kur ka ardhur në qeveri e ka gjetë dikon rreth 2.6 miliardë euro. Tashmë vitin e ardhshëm ky buxhet ka me qenë 4 miliardë euro. 1 miliard euro kanë me qenë investime kapitale. 1 miliard euro kanë mu investu në ushtri. Kështu që është tepër e rëndësishme me pas një kuvend legjitim, një kuvend që nuk bllokon, por që i shtyn përpara këto iniciativa të mira për krejt vendin e për shoqërinë. Pse duhet më ta dhënë votën ty? Është më e rëndësishmja me votu vetëvendosjen, secili qytetar ka drejt me i votu 10 kandidat të listës. Meqense jam kandidat i kësaj liste, normalisht që kërkoj edhe besimin për mua, numrin e kam 57, po prapë po them më e rëndësishmja është me votu lëvizjen vetëvendosje. Pse thu më e rëndësishme është lëvizja vetëvendosje? Ti je kandidat për deputet, edhe më e rëndësishme është me votu ty. Po, na e kena pa që... Do të me votu edhe ato, sepse me votu ato nuk në mërot vota. Po, ma rëndësishme se sa individ është e përbashkëta. Kështu që na e kemi pa herën e kalume edhe pse lëvizja i pat 42%, keni blokade plot nga subjekte tjera. Fatkeqësisht keni blokade shumë e dëmshme për vendin, ku nuk pranoni një votu as pikat e buxhetit, diçka që është shumë e rëndësishme për gjithë vendin. Prandaj po them që është shumë e rëndësishme lëvizja me pas shumicën në kuvend, e normalisht që edhe unë si kandidat e kërkoj besimin e qytetarëve. A ke e mi majtë premtimet edhe pas si të bëhesh deputet? Numrin e telefonit e kom qëtat njëjtin prej fëmijë kur e kom ble për herë të parë, kurse kom ndrru. Thash që kom qenë edhe në kuvendin komunal, po... A ke emrin mos e qenë? Jo, absolut. Unë gjatë rrugtimi politik me vetëvendosjen e kom kuptu që është shumë e rëndësishme pa marrë parasysh pozitës që e ki me qenë i njëjti në bindje, po me ndryshu, po me pas njeri ndryshime pozitive, po që thot populli është shumë e rëndësishme me konë me kam në tokë vazhdimisht. Egzon, çka pas zgjedhjeve? Pas zgjedhjeve Kosovën e pret një mandat i ri lëvizjes vetëvendosje, një mandat që do të sjellë investime të jashtëzakonshme në shumë fusha. Ne kemi pa, sinqerisht do të më thonë që është shumë e rëndësishme për secilin vend me pas një opozit të mirë edhe një opozit të fuqishme, një opozit që na kritikon edhe nuk pajtohet me qeverinë në asnjë aspekt tjetër, qoftë në shëndetësi, qoftë në arsim, qoftë në ekonomi. Problemi më i madh i kësaj opozite ka qenë që nuk e ka mbështetur qeverinë as në pikat kryesore në të cilat do të duhej, sidomos në raportet e qeverisë Kurti me Serbinë,
edhe pse Kosova është sulmu direkt me direktiva e urdhrat Beogradit, me urdhrat të Serbisë. Opozita jonë këtu e ka bo një gabim trashanik që në vend se me jep përkraje qeverisë Kurti, e ka kundështu dhe ka bo presion të jashtëzakonshëm ndaj qeverisë. Ka kërku vazhdimisht me lëshupe, por slogani ynë është nuk lëshojmë pe dhe nuk do të lëshojmë pe as mandatin e ardhshëm. Kosova do të ketë më shumë sovranitet, do të ketë më shumë zhvillim ekonomik. Dje, nuk e di a keni pas rastin me pa, ka qenë një prenoncim nga Telekomi i Kosovës, e cila këtë vit pra po del me fitim prej 9 milion euro. Kur e kemi marrë mandatin si vetëvendosje, Telekomi i Kosovës ka operu në vit me humbje 9 milion euro. Do të gjatë këtij mandati, dallimi në prej humbjes 9 milion është fitim 9 milion. Diferenca këtu është 18 milion euro. 19 terminale i ka pas Kosova. Gjitha prej këtyne pothuajse kanë operu me 1 milion euro, 1,2 milion euro të hyra mujore. Krejt këto terminalit, partitë e kalume ja u kanë dhonë njerëzve tafërt me ta. Ndërsa ja u ka prej pra terminalit doganore, sot 7 prej tyne i kontrollon Republika e Kosovës edhe mandatin e ardhshëm edhe 4 tjera do t'i kthejnë Republikës. Pra po fuqizohet vendi e jo individ caktuar siç ka ndodhur në të kalumen. Mesazhi yt për zgjedhje, për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Mesazhi im i fundit është që me pas një mobilizim sa më të madh qytetar, është e rëndësishme secila vot, pasi që mundet për një vot me u përcaktu fati i një deputeti. Pra, secila vot është e rëndësishme, prandaj lus gjithë qytetarët që me u mobilizu masovikisht këtë herë edhe me qenë data 28 dhjetori një fest para festës fundvitit. Faleminderit që ishe pjesë e jona, e na të urojnë aty suksese, e ju të dashur miq, rrini me neve, sepse ne do t'ju informojmë për çdo gjë që ndodh në Republikën e Kosovës. Dilni, votoni, përcaktoni kandidatat e juve, sepse nuk ka një kandidat, po kanë 10 kandidat për deputet, mundi me bazë dhe zgjedhje për me votu persona që i doni, këshirën e historikun e tyre, nga vinë dhe çka pritet prej atyre personave, mos e gabo mos me dal në zgjedhje, po dil, tregoje veten dhe vota jote le të jetë simbol për shtetin ton, sepse na kena shtet, na jena ata që vendosmi për fatin ton dhe fati jon do të na përcjell deri në fund të jetës. Kështu që e bukur ka një emër, ai emri na Kosova Info.